Ky episod u mundësua nga Vodafone, Abibank, Melia, Lajthiza, Metropolitan, Tumo. Ani Vilms, mirë se erdhe në Zë me Mirën podcast. Mirë se u gjeta. Kam patur gjithmonë një kuriozitet për ty, jo thjesht si shkrimtare, por edhe si një grua shqiptare që ka bërë jetën që ka dashur. Nxitohem që e them këtë për jetën tënde? Një pjesë jetës e kam bërë padyshim krejtësisht ashtu siç e kam dashur. Jo pjesën e Shqipërisë. Në Shqipëri kjo nuk ishte e mundur. Një nga arsyet pse ika ishte kjo. Sa vjeç ke ikur nga Shqipëria? 23. Deri 23 dhe të bësh atë që do, nuk e di ma e duam. Nuk është se kupton shumë. Do thoja. Kështu që shumica jetës është siç ke dashur ti, siç ka dashur Ani Vilms. Në pjesën më të madhe, sigurisht jo gjithçka. Po, sigurisht se nuk ka absolutizëm, e kuptoj. Cili ka qenë leksioni më i madh që ke marrë në jetë? Leksioni më i madh është që për mua, shumë individual, shumë special, është që nuk ja vlen t'i biesh murit me kokë. Kur shikon që një gjë nuk hapet dhe nuk bëhet, nuk ja vlen të harxhohesh, të vritesh, të rrënohesh te ai mur. Sepse ai mur ka një kuptim tjetër që për momentin ti se kap. Gjithmonë kur del muri, do me thënë që nuk është rruga aty. Duhet të Nuk është e shkruar për ty. Për mua. Kjo është vërtet vetëm për mua, sepse ka biografi të tjera fare të ndryshme. Me fare tjetër kod, me fare tjetër ligj. Po ky është ligji im. Sepse edhe e kam pasur këtë tendencë që kur dua diçka të çaj përpara me gjithë fuqinë time, mirë po dolën që ka disa mure që janë më të forta se koka ime. Kështu që mbasi e përplas kokën dhe pëson disa thyrje dhe krisje, e kupton që o ti o muri, muri nuk ka për të lëvizur. O ti o muri. S'ka për të çeduar, kështu që do largohem unë. Ani Vilms unë besoj që një pjesë cilësore e di, sepse Ani Vilms është shkrimtare, është rikthyer me një libër cilin e ka nxjerrë e ka votuar pas panajirit, po do të flas për këtë gjë. Por pa shkuar ende tek librat, do atrim tek Ani Vilms. Mbiemri është i ish burrit gjerman. Ani është Anila për së gjati, është e lindur dhe e rritur është gocë dursake. Por si të kam njohur unë Ani Vilms? Unë fillimisht kam njohur nga një legjendë urbane. Kujtoja se ishte legjendë urbane që e fejuara e një ish ministri në vitin 92 nga Shqipëria, shkon në Turqi dhe shfaqet diku duke ecur këmbë zbathur, media turke alarmohen dhe postojnë këtë artikull. Artikulli vjen edhe në Shqipëri, më vonë e kuptova që nuk ishte një thashë them, por ishte një histori e vërtet, sepse ju e keni rrëfyer në një nga librat tuaj. Tani, ajo që dua të kuptoj unë sot si mira është, duhet kesh qenë 22, diçka një moshe e re pa shkuar 23 duhet jesh në këtë kohë. 21 kam qenë. 21 vjeçe, okay, je në Turqi. Pse e ke bërë ti këtë për ekzibicion? Ke qenë pak ekzibicioniste, ke patur ashtu ta ka dhënë truri, dua ta kuptoj këtë gjë tënde. Dhe çfarë rrethane ishte? E para një që nuk ishte një gjë kaq e madhe sa çu bë. Ishte një gjë fare e thjeshtë. Ishte një programi i damave, ndërkohë që zotërinjt ishin në konferencë. Ministrat ishin në konferencë, ku ishin në Stamboll, po. Dhe damat merren pastaj dhe shëtiten me autobusa, çohen nëpër vende të ndryshme, nëpër muzera etj. Ishte korrik, ishte një vapë e jashtëzakonshme. Dhe kjo ka qenë nga fundi, na çuan në një fabrik punishte floriri, diçka e tillë. Dhe ishin ato qëndron me Turqinë kjo punishtja e floririt. Pikërisht. Ishin ato stendat aty dhe më në fund nga vapa dolëm në një vend freskët me ajër të kondicionuar dhe mora frym dhe thjesht hoqa kputucën nga vapa, asgjë tjetër. Dhe po shikoja stendat. Nuk e dija që kemi. Nuk më kujtohet, po më duket se nuk e dija, nuk isha e ndërgjegjshme që kemi një reporter me vete. Nuk s'kam qenë fare ndërgjegjshme. Ishte një punë paparaci domethënë që. Okej.
Cili ishte titulli? Nuk pozova. Si ishte titulli? E kujton titullin apo jo? Të kujt? Për lajmin tënd? Jo, nuk më kujtohet. Ishte turqisht, pastaj ajo gazeta turke, nuk e di se ka kaluar shumë vjet, nuk e mbaj mend, po më duket se Artani ma solli, dhe më tha shiko. Ministri ishte Artani. Nga gjithë kjo që bëm ne, nga gjithë kjo konferencë, nga ku di unë, shiko që ka mbetur. Ti me gëmë të zbathura në një para stendash floriri. Keni mbetur miq me Artani? Po. Në Shqipëri ne i themi, nga që në një moment ishte kandidat për president dhe i ka mbetur nga që ka edhe një Artan Hoxha tjetër që del në ekran është gazetar, edhe themi Tan Hoxha presidenti. Po, presidenti. E di këta? Nuk e di. E dëgjoj për po e di që ishte kandidat. Okay. Dhe gjithmonë kam menduar që ai e meriton. Është tip presidencial, është tip royal. Patjetër. Po pse u ndat? Okej. Nuk u ndam se na mungoi dashuria. U ndam sepse rruga ime u vendos në një drejtim tjetër. E gjeta që një nga ato rrugët që gjeta, që është këtu. Dhe nuk ishte paralele me rrugën e tij. Okej. Shkojmë në Gjermani sepse ti ke studiuar tek filologjiku, themi ne. Histori dhe Thjesht histori. Thjesht histori. Fakulteti kam studiuar për histori dhe filologji. Okay. Se dija që ishte diçka kështu edhe. Dhe ti ke shkuar me një bursë studimi në Gjermani, në Berlin? Po. Në Berlin mbete pastaj se takove Zotin Wilms. Mbi emrin tënd. Zotin Wilms. Ke punuar në Gjermani? Jo, s'kam punuar ndonjëherë. S'ke punuar ndonjëherë? Nuk kam bërë punë për të fituar para, si thuash. Unë kam punoj shumë rënd, unë punoj, mendoj, shkruaj, kërkoj etj, po të shkoj në punë se më duhen para, këtë se kam bërë ndonjëherë. Se s'ka që nevoja. Ja, që takove Zotin Wilms. Okej. Janë ca punë të fatit, i di fatit. Këto janë ato. Punët e fatit që i tham që në fillim, po. Shiko, ti tani ke një Gjerman në jetën tënde, që është, kur të takova, më bëri një përshkrim shumë të bukur për të tretën, të vërtetën. Karsten, Gjermani yt. Nuk dua që kjo t'jetë një bisedë për burrat e jetës tënde, sepse unë nuk mendoj që një grua aq autentike sa Ani Wilms të identifikohet nga burrat, dhe mendoj që dhe është mirë që ne gratë të mos identifikohemi, por unë po them që në një farë forme takimet, burrat e jetës tonë e ndikojnë jetën tonë siç ne ndikojmë të atyre. Si e kanë ndikuar jetën tënde? Burrat e jetës tënde, Ani Wilms? Ndikim shumë i fortë, gjithmonë. Ndikim shumë i fortë. Ka disa gra që janë, ka disa tipa, ka disa gra, disa njerëz që janë shumë të pavarur, që janë qendra e universit, si thuash. Po jeta ime është e tillë, ose karakteri im, ose fati im është i tillë që gjithmonë jeta ime është, gjysma është e imja, gjysma është e dikujt tjetër. Domethënë që marrëdhëniet janë vendimtare për mua, marrëdhëniet intime janë vendimtare. Ato i japin bazën dhe strukturën gjithë jetës në fundit. Dhe ai ka qenë ndikimi më i madh gjithmonë nga partnerët. Dhe lidhja me ta është për mua nuk është një gjë e njanshme, si të thuash. Këtë e kam burr, këtë e kam mik, këtë e kam ku diun çfarë. Për mua ai njeri për atë moment është gjithçka, është familje. Dhe është një lidhje që kur krijohet ajo nuk prishet më, është e pamundur, është si rreth familjar pastaj. I ke vendosur ti rregullat në raportet e tua? Sa kohë që isha e re, kisha përshtypjen që jetën time e ndikojnë, e komandojnë, si të thuash. Këta burra të fortë, se kanë qenë gjithmonë burra të fortë, njëri më i fortë dhe më i suksesshëm se tjetri, dhe nuk e di pse. Kështu ishte, kështu është bërë çdo gjë. Secili në atë fushën e vet, në atë mënyrën e vet, ishte top of the game, si i thon anglisht, ishte në maj, gjithmonë. Dhe si thash janë shumë të ndryshëm. Karsten për shembull
disiplina e tij, sporti i tij është zemra e madhe. Unë s'kam parë zemër më të madhe. Kështu që unë dua atë që është më e madhja fare. Dhe kam pas parasysh që kam pasur përshtypjen që këta komandojnë jetën time. Mirë po, tani nga kjo lartësia që thash që parë, kur jam larguar shumë nga i bari i fillimit, është një gjë brenda meje që e kërkon këtë gjë dhe që nuk është pasive, por e ndërton bashkë me atë burrin e fuqishëm, atë burrin e madh. Jam po aq e fuqishme, por në një mënyrë tjetër, dhe kursa isha e re dhe në mënyrë të pandërgjeshme. Ndërkaq jam bërë ndërgjegjshme për këtë fuqi të madhe që kam dhe vetë. Dhe në fund, je ti autore e jetës tënde? Gjysëm autore. Ja, jam ko-autore. Ko-autore. Po. Do, thoje që Karsten është dashuria e jetës tënde? Kur bëhet fjalë për dashuri në kuptimin e mirëfillt të fjalës, është e vetmja. Në kuptimin e mirëfillt dhe e them këtë gjë sepse para se ta takoj atë, nuk e dija mirë për kufizimin e dashurisë mirëfillt. Nuk e dija mirë, nuk kujtoja se e dija. Kujtoja që, ka shumë sa kisha parë unë, etj. Se kam qenë shumë guximtare. Derisa erdhi Karsten. Sa vjeç ishe? 38. Isha e madhe. Isha goxha, kisha parë shumë, domethënë. Dhe këtë nuk e kisha parë. Që se si vjen dikush që të hap këtë pjesën e zemrës, ta shqyen, si të thuash, është komplet e hapur. Unë e kam pasur gjithmonë të mbyllur me 7 dryna, dhe nuk e dija këtë gjë. Nuk e dija sa e mbyllur jam. Sepse isha shumë aktive, po isha aktive nga ana cerebrale dhe isha aktive nga ana pasionante, po zemra është tjetër gjë. Dhe ai ma mësoi këtë gjë. Të them të drejtën, ai as vetë nuk e dinte. Ishte lidhja jonë që na hapi të dyve. Ku takuat? Jemi takuar në Berlin, në një pub, në një klub gay. Unë kisha qef ato shkoja, sepse janë shumë interesant. Okay. Bëjnë koktelet më të mira, i vishen bukur, kanë atmosferë shumë interesante. Dhe Berlini është qendra, është kryeqytet. Në një klub gay të gjesh dashurinë e jetës. Në një klub gay, unë isha... Shkone për klube hetero. Okay. Unë kisha vajtur në tjetër kënd, ai kishte ardhur vetëm thjesht për të hapur syt, si më thënë. Ishte një diel në orën 9 të darkës, data 1 nëntor 2009. Au. Po. Dhe unë isha po bisedoja me atë dikushin me cilin kisha vajtur, shok. Në gjë. Dhe ndjeva një prezencë, isha me kurriz, te bari, isha kthyer këtej, nuk e di pse ndjeva një prezencë, nuk e di pse dhe u ktheva kështu, gjë që s'bëhet kur je me dikë tjetër. Ishte fat. Të mori energjia. U ktheva kështu dhe e pash këtë që qeshte, buzi qeshte. Dhe i thash, "Njihemi?" Si të tha, i patjetër që po. Me sa di unë jo, tha, po aty ja bëri me një Ishte kështu me shikim të parë? Me njërë. Okay. Me njërë, po. Kam një lloj respekti për këto dashurit me shikimin e parë. Diçka ka aty. Nuk ishte dashuri në kuptimin që... Okej, po, emocioni, e kështu. S'kishte asnjë ndezje, përkundrazi. Ishte, si të thuash ishte krejt e kundërt e ndezjes, ishte një rëndim, një thithje në një gjë që unë se njihja dhe u tmerrova në fillim. Ç'është kjo? Pse e ndjej unë këtu? Ç'apo bëhet? Ç'apo ndo? Kujtoha se u smura. Ishte fizike, nuk kujtova se u smura. E bukur kjo. Kujtova se ç'apo mu hap një si grop, tamam si grop. Ajo hapja. Okej. Është bërë vendi gati për zemrën. Zemra ishte gati. Faktikisht zemra ishte shumë e lodhur dhe po më thoshte mjaft ke bërë nga këto, mjaft. Erdhe vërdall, mjaft kërceve në përparti. Mjaft. Po nuk e dija ç'a kam mbas kësaj. Po mirë, thjesht nuk e dija. Ishe vetëm në atë kohë? Legalisht jo, po emocionalisht
Krete vetmuar, po. Më pëlqeu se si e definove. E di pse mua më pëlqen të flas me shkrimtarët edhe me njerëz si puna jote, Ani, sepse për dashurinë, për burrat, për jetën, për emocionet, për këto gropat këtu, sepse përgjithsisht ne ende kemi disa emocionet edhe këto punët e zemrës i kemi ende tem tabu. Mbase ja është kudo, nuk e di, se lëvize kokën edhe dua ta ndjek atë opinionin tënd. Kjo është e vërtetë që pse unë në Shqipëri, sa isha në Shqipëri, këtë nuk e kam ndjer kur nevojën e kësaj, ose ishte tjetër kulturë. Nuk e di si është tani, se kam shumë kohë që jam larguar, po kam përshtypjen që ka një hapje, përderisa ka vajza si ty që bëjnë dhe emisione të tilla, dhe që pëlqejnë, dhe që shifen dhe dëgjojnë, do me thënë që ka nevojë, do me thënë që ka një, po vjen diçka më e butë. Por, ashtu si jam rritur unë, në kohën kur jam rritur unë, të dashuroja ishte dobësi. Kishte të tilla histori që njerëzit binin dashuri dhe ku di unë me një burr të martuar, me një grua të martuar dhe që të merroj gjithë fisi, të merroj gjithë lagja, ku di unë. Dhe u të shkretët, u e shkreta ajo, si se mban dot veten, si nuk. Kështu ishte, që dashuria ishte një lloj dobësie, ishte si smundje, sepse ishte ajo kultura e mbijetesës. Po tregove ndjenja, po tregove dobësi, ke humbur, humbe. E humbe lojën, e humbe betejën, dhe ishte çështje mbijetese, ishte turp, mburreshin njerëzit me atë që sa zemra kam thyer dhe ku di unë, ishte mburrje që ti të mos t'ishe zemër gur. Prandaj ky emision që quhet Zemër Mirë. Jo, në fakt është zë me mirën, po të gjithë e lexojnë Zemër Mirë dhe më vjen mirë, është një keq kuptim kaq i bukur. Shiko, sa interesante. Është zë me mirën podcast, po të gjithë e lexojnë Zemër Mira podcast. Edhe okej, ndoshta duhet bëj le të jetë një keq kuptim i bukur ky. Shumë interesante, po nga që unë e kam atë, se kështu e kam që e kisha zemrën gur dhe pastaj erdhi dikush që ma hapi zemrën dhe u bëra Zemër Mirë, si thua. Po kështu ishte Shqipëria. Ai që kishte zemrën gur, ai fitonte. Ai që ishte cool, ai që ishte i ftohtë, ai që s'ta varte, ai që ishte kështu që s'ta var, domethënë. Po. Edhe ndoshta, edhe unë kam kapur këtë kohë, besoj, kështu e mësuam se është dashuria, kujtuam se kur s'na e kanë var, ose ajo ishte me siguri, duhet ishte edhe dashuri, por ne nuk e dallonim se ishte brenda. Okej. Ti je lindur dhe rritur në Durrës me dy prindër mjek? Mjek, po. I madh është kirurg, i mam ka punuar në qendrën sanitare, ishte higjieniste. Po. Si higjienist ka qenë dhe babi, mua çfarë rastësi, Valet. Çfarë të ka mësuar prindrit tani? Të mbijetoj, kjo ishte e para. Kjo ishte të çaj dhe të mbijetoj. Të dal diku, të dal lart dhe të mos mposhtem, domethënë. Sepse nuk kishin faj për këtë, ishte një vend shumë i egër. O fitoj o humbje, o je lart ose si e kurkushi, shkelesh me këmbë. Po të mos ishe i fort, ishte çështje si mbijetese, jeta vdekje. Ka qenë gjithmonë në planet e tua për të bërë shkrimtare? Ka patur një lloj talenti që herët që është dalluar tek ti, ky ka qenë plani yt, që ti një ditë të shkruash, të bësh letërsi të mirëfillt? Paka shumë. Sidoqoftë, ky ka qenë drejtimi. Drejtimi ka qenë të menduarit, shkenca, fjala, gjuha. Dhe në këtë drejtim më kanë futur. Në këtë drejt gjuhës më kanë drejtuar gjithmonë. E gjithë familja. Janë të gjithë paka shumë të obseduar me gjuhën. Nga të dy anët, edhe i madh, edhe le familja e mamit pastaj, i pllarët këtej. Gjuha është tempulli, gjuha është perëndia. Dhe s'ka pas ndonjëherë në një interes tjetër përveç këtij. Intelektual, libra, gjuhë të huaja, imam ka një fiksim me gjuhë të huaja. Ndërkohë që Edisoni daja im ka fiksimin me gjuhën shqipe dhe me Ismail Kadaren. Faktikisht ai më ka ndikuar më shumë se çdo antar tjetër i familjes.
Ishte Daja Edisoni që të takoj me Ismail Kadaren, që të njohu me Ismail Kadaren? Po. Si e ka ndikuar letërsinë tënde mitësia me Ismail Kadaren, sepse letërsia e Ismail Kadares na e ka ndikuar jetën të gjithëve, dhe aq më tepër çdo kujt që ulet dhe shkruan. Unë nuk mendoj që të mos jemi të ndikuar, por me Sjush ka patur një mitësi Ismail Kadare, edhe në librin e vet ka përmendur dhe ka folur se si në letërsinë shqipe po vjen një talent. Ka qenë një mbështetje e tij publike për Ani Vilm si shkrimtare. Po, është ai libri Mëngjeset në kafe. Po, Rostant. Po. Unë Ismailin e kam njohur në 92-shin, personalisht. Edisoni thjesht më mori një ditë me vete, Edisoni shkonte shpesh atje. Dhe thjesht më mori një mbrëmje me vete dhe tha, kishte pyetur Ismailin ata marr mbesën me vete, ai kishte thënë sigurisht. Shtëpia e tyre ishte e hapur në orën 6, hapej dera dhe vinin njerëz gjithmonë. Ishte vërtet si sallon letrar. Dhe shkova dhe unë atje dhe çova një dhuratë, një stilograf të çmuar. Dhe shkova dhe ula atje dhe nuk dija çfarë të them, çfarë të bëj, ishte shumë, si i thon, ishte e sikletshme. Po, për mua që ndjesha shumë e vogël, dhe nuk isha as kush, isha 21 vjeçë dhe pse jam unë këtu tani, përse kam ardhur. Çfarë më kualifikon që të vitulem këtu, të ngjitur me Ismail Kadaren? Fati ndoshta. Se ishte perëndi. Po. Jo vetëm për mua, ishte perëndia e gjithë Shqipërisë. Për të gjithë. E mbaj mend që trullosa krejt dhe nuk di çka kam thënë. Mund të kem thënë ndonjë gjë kos, ndonjë budallëk, nuk e mbaj mend, sepse u trullosa fare. Më pasaj të ka vlerësuar ty për shkrimin, për pritet e bukura, libri tjetër. Po se unë pastaj hyra punës. Deri atëherë isha studente dhe sa po isha fejuar, më thoshin zonja ministre. Megjithëse nuk është se e besova ndonjëherë, po sidoqoftë ishte një kluse. E kur je 21 vjeç, janë gjëra të rëndësishme që tapin derën e makinës, që udhton me diplomatët, që je në bankete me president, me ministra etj. Dhe nuk të pëlqente ajo jetë të bezdiste? Nuk të pëlqente? Në fillim ishte jashtëzakonisht tërheqëse, ishte shumë eksituese çdo gjë. Ishte si Hirushja, që erdhi nga Hiri dhe u bë princesh brenda natës. Unë nuk erdha nga Hiri, po unë erdha duke qenë e persekutuar politikisht, dhe pastaj brenda natës u kthye me kokë poshtë çdo gjë dhe unë u bëra bashkëshortja e një ministri. Okay. E fejuara, se nuk u martuam. Kështu që për mua ishte si vizitë në kopshin zoologjik. Po e dija që kjo do mbaroj. Si vizitë në kopshin zoologjik? Ndjehej që, po ishte si vizitë në muze, në kështu që po i shikoj të gjitha kafshët e rralla, po kjo nuk është jeta ime. Okay. Është një aventurë, është një udhtim, si thua, po do kthehem prapë në jetën time. Se ajo rëndesa që përshkrova, që është në traditën e familjes, ajo s'më ka lënë kurrë. Ajo është gjithmonë brenda meje. Dhe erdhi një kohë që Ani, kërcimtare, balerin, pianiste, këngëtare, ku di unë, u rrit, si të thuash. Iku ajo, kaloi ajo. I bie dhe pianos? Jo, kam dashur. Ke dashur. Dhe ishte një kohë që nuk ja fala prindërve që nuk më çuan në shkollë të muzikës. Po atyre as në mend nuk u shkonte. Dhe më thanë që na fal, po nuk e njoftëm, nuk e kuptuam që ke talent. Sepse talentin muzikor e kam, besoj që është më i madh se talenti letrar. Cili është libri më i preferuar i yt nga Kolana e Kadares? Nëse do zgjidhje vetëm një. Do zgjidhja Pallatin e Ëndrave, në punësi Pallatit të Ëndrave. E Buqerimi, që ai pastaj ndroi emrin e avuri Mark Alemi, po unë kam e Buqerimin akoma këtu. Pse ndroi emrin? Sepse kaloi në një fazë të krijimtarisë ku u bë purist, dhe donte ta pastronte Shqipen nga të gjitha
nga të gjitha ndikimet e huaja, sidomos nga Turqinizma. Po. E kuptoj. Çfarë mendon për letërsinë e Ismail Kadares? Çfarë ishte pika më e fortë e letërsisë ti dhe pika e dobët? Dhe e dobët. Ismail Kadarea, për mua, është unik. Sepse, jo vetëm për kualitetin e tekstit, por kualiteti i tij mbeti i tillë në një volum gjigant vepre dhe nuk u prish kurrë. Domethënë, ka njerëz që ka shkrimtar që për 10 faqe mund të bëjnë atë që ka bërë ai. Me shumë punë, me shumë lodhje, me shumë lexime andej këtej. Ai bënte ato me lehtësinë më të madhe dhe i ka bërë në një karrierë 50 vjeçare. Kështu që një kualitet i tillë në një kuantitet të tillë është unikal. Nuk gjendet, me sa di unë në botë, se i kam lexuar të gjithë të mëdhenj. Nuk kam parë. Shakespeare 16 drama ka. 16 ka gjisej, nga të cilat 4, domthon ato që luajnë vazhdimisht, nga të cilat 4 janë vërtet, ato tragjeditë e vërteta. Dhe me Ismailin kishim që kush hyn te ajo kaçja. Kush hyn te ajo kaçja, sigurisht Hamleti dhe Macbethi dhe pastaj për 2 të tjerët. Thoshte për shembull që për një nga tragjeditë e Shakespeare-it që Coriolanus, për shumë, që është e dobët. E ka shkruar Shatrapatra, e ka shkruar pa kujdes. Është e dobët. Tilla thoshte. Nëse. Dhe unë e kuptoj se pse e thoshte këtë gjë. Unë nuk e bëj dot atë që bën ai, po unë kam mësuar që ta vlerësoj letërsinë nëpërmjet tij. Ma ka mësuar këtë gjë. Dhe në këtë volum dhe në këtë cilësi nuk ekziston. Mund të vi më vonë, po njëherë për njëherë nuk e kemi. Në botë. Ti shkruan. Edhe ajo që unë kuptova me librin tënd, Dielli në mërgim, mua më bëri përshtypje që e para një herë solle për publikun shqiptar pasi ishte mbyllur panajiri. Zakonisht librat dalin para panajirit. Mua më duket një moment i mirë për takuar njerëzit, unë e provova për herë të parë në jetën time dhe ishte një gjë shumë e bukur. Por ama kur të pash që dole me vonesë dhe nuk e di nëse kjo ishte një çështje teknike apo një çështje logjike, pra ti vetë e zgjodhe ashtu për të mos bërë zhurmë, për të folur me zë të ulët dhe për të folur thjesht për librin dhe për të mbledhur tek libri vetëm njerëz që e duan letërsinë e mirëfillt. E vlerësova. Nëse ka qenë ky i dyti, mu duk shumë interesant, por nuk e di tani se cila ka qenë. Letërsia që bëj unë nuk shkon me reklam, me rrëmuj, me panajire, me festa. Kam bërë një libër për diçka të shenjtë. Nuk shkon me show. Është diçka për kish, është diçka për tempull. Është tema e tillë. Është një gjë që shkon shumë thellë në shpirtin e Shqipërisë. Dhe nuk ka asgjë, nuk ka ndonjë shkëlqim aty. Nuk ka asgjë moderne, është roman historik. Ka diçka, unë kam dashur të hulumtoj, të nxjerr, të zgërmoj atë pjesën, atë xhevahirin më të madh, atë pjesën më të bukur, më të pafajshme të shpirtit shqiptar, që është shumë thellë. Aty ku Shqipëria është e shenjtë. Aty kam vajtur dhe aty kam ndonjur 10-15 vjet derisa e mbarova këtë libër. Aty ndonja, aty ku Shqipëria ka zemër. Nuk tham që në Shqipëri ishe vlerësoheshe kur s'ke zemër. Unë thash, unë do ta gjej, se do ta kërkoj dhe do ta gjej. Se kjo që bën që shpëtuan gjithë e brend, do të thotë që prej aty vjen prej diku. Dhe kam shkuar atje dhe kam gërmuar shumë thellë, se është shumë thellë nën tokë. Që e gjeta
atë flakën e shenjtë të zemrës së Shqipërisë, të shpirtit shqiptar. Dhe kjo është krejt e kundërta e panajireve dhe modës dhe është krejt e kundërta, është një gjë e përjetshme, ka toka vetë, është ajo që latinët e quanin genius loci ose loci, që është shpirti i dheut, shpirti i tokës. Dhe këta njerëz që jetojnë mbi këtë tokë komunikojnë me atë. Dhe dielli në mërgim që më ka marrë 15 vjet jetës time dhe pjesën fuqinë më të madhe kreative që kam pasur, për këtë shkak. Nuk rrihet 15 vjet me një libër, nëse nuk ka një gjë aty që është shumë thellë dhe që është e pagjendshme dhe që reziston dhe që kjo është arsye. Okej, e kuptova. Më vjen mirë që e pas kam lexuar mirë, por po, të punosh 15 vjet për një libër, të vjen keq t'ja dorëzosh shout dhe spektaklit shoqërisë. Gjithsesi unë do isha gëzuar shumë, po do të kisha takuar në Panajir, por në gjithsesi u takuam, se nuk ka rëndësi si theti për qëllimet realizohen ndoshta jo duke ndjekur rrugët nuk i parashikojmë dot, po ndoshta destinacionin, atë stacionin, mbërritjen e shohim të gjithë edhe njerëzit takohen. Me që 15 vjet je marrë me zemrën e shqiptarëve. Hajde flasim pak për shqiptarët. Si doja përshkruar sot ti, shqiptarin e sotëm? Ti e di që kam ikur nga Shqipëria në 94. Po, 32 vjet. Kështu që megjithatë nuk besoj që ai shpirti i përjetshëm ka lëvizur, ai nuk transformohet, ai është i përjetshëm. Kështu që megjithëse nuk e njoh, nuk e di, nuk njoh emra për shembull, nuk di fare kush është aktiv në këtë kohë. Dhe çfarë prodhohet saktësisht, thjesht nuk e di, nuk jam në korrent me. Nuk e ndjek politikën në Shqipëri, televizionet kur vjen këtu, mediat, emisionet. Pothuajse fare. Unë kështu e kam filluar. Marrëdhënia ime me Shqipërinë ka qenë gjithmonë historike. Pralla që tregonte gjyshja ime ishte historiane, ishte pralltare, ishte tregimtare e madhe, me një shqipe të jashtëzakonshme. Pra ajo tregonte histori të vjetra. Pastaj unë e dija që ose më kanë thënë gjithmonë që ti do bëhesh historiane, u bëra historiane, më doli shkolla për histori në një kohë kur historia ishte si dilte kujt, një e drejt vinte në Durrës, ose ishin 2 në vit. Dhe atë e mora unë. Kështu që marrëdhënia ime me Shqipërinë ka qenë gjithmonë jo këtu tani, ka qenë gjithmonë historike. Dhe pastaj shkova të studioj për histori dhe ishte pjesa më e madhe ishte historia e Shqipërisë. Dhe e kam kaluar kohën më të madhe të studimeve, e kam kaluar në librarinë e Akademisë së Shkencave, që ishte te Shtëpia e Zogut. Ata i kishin të gjitha gjërat, dhe këtë se dinin të tjerë, shkonin gjithë te libraria kombëtare. Nuk e dinin ata të klasës. Unë kam shkuar gjithmonë atje dhe atje ishte një zonjë e mirë që zbriste poshtë në bodrum dhe më nxirrte librat. Kjo është marrëdhënia ime me Shqipërinë. Dhe i kam lexuar të gjitha historitë, çfarë ishte shkruar deri atëherë. Desha të bëhesh arkeologe, pra ta gërmoj dhe dheun, dhe kam bërë arkeologji, kam punuar në institutin arkeologjik një gjysmë viti, por nuk ishte ambient stimulues. Çfarë na mëson historia e shqiptarëve? Për shembull, shoh që ke lexuar shumë, je historiane në formimin tënd universitar, po duket që edhe libri ju të vjen me histori, pra me 15 vite, ke gërmuar dokumenta, ke bashkuar ngjarje dhe data. Duke parë historinë, ne gjithmonë themi që shpjegimet, në fakt të gjitha shpjegimet janë te historia. Të gjitha përgjigjet ne i gjejmë tek historia, se asgjë e re nuk është mbi dhe. Asgjë e re, nuk asgjë e re. Kjo është e bindja ime. Çfarë na mëson historia ne për njëri tjetrin? E shqiptarëve? Po. Duke parë historinë se si kemi vepruar politikisht, se si janë ngritur dhe se si janë rrëzuar, se si trajtojmë idhujt, se si e trajtojmë tjetrin, pushtetin, politikën, vendin. Çfarë bie në sy në Shqipëri, që duke krahasuar me fundet tjera, është që e para njerë që ka një energji të jashtëzakonshme, që njerëzit janë jashtëzakonisht vital. Ka një vitalitet të jashtëzakonshëm. Që
ka një vendosmëri gjithashtu për të arritur qëllime, që është e jashtëzakonshme. Dhe është mbi çdo gjë tjetër, është mbi të kem kujdes mos t'i shkel këmbët tjetrit, të kem kujdes mos t'i marr pjesën, mos t'i hy në hak ose kjo është sekondare. E para është unë çaj, unë dal përpara, unë dal në krye. Kjo është kryesore në Shqipëri. Dhe ato të tjerat, ato gjërat njerëzore, ato janë në plan të dytë. Këtë ka Shqipëria. Që vihet e re që njerëzit janë njerëz zakonisht ambicioz, çdo njeri, çdo kush. Edhe ai në fshatin më të fundit fare. Ka plane të mëdha për shtëpinë, për fëmijët, për i vëre shqiptarët kur dalin jashtë. Nuk durojnë dot ato që janë emigrantë, që janë tulët, që janë poshtë. Patjetër duan ngrihen lart edhe bëjnë edhe futen në krim pastaj për ta kompensuar ato, që të dalin shpejt, se e ka mengut shqiptari. Kjo është. Që është një vend jashtëzakonisht ambicioz. Dhe ambicia, për fat të keq, ambicia prish shumë gjëra të tjera të karakterit njerëzor. Si këtë që thash, të kesh solidariteti, ka një xhelozi të madhe, ka një kështu sepse secili do të jetë përpara secili. E ndjen veten mbret, kaq shumë mbretër si në Shqipëri, në rrugët e Shqipërisë, nuk gjen në gjithë botën. Mos fol më. Dhe kjo nuk besoj që kjo ka ndryshuar. Ka që gjithmonë ka një komunizëm kështu ishte. Jo, nuk ka ndryshuar, është shtuar. Është bërë dhe më e ndjeshme. Një figurë historike që të pëlqen veçanërisht. Shqiptare. Po, sigurisht. Më përpara do thosha ata që punuan për gjuhën vëllezërit Frashëri. Sa të mirë, sa të mdhenj, sa gjeneroz dhe sa të thellë. Sami Frashëri ishte gjeni. Ka shkruar enciklopedinë otomane. Vllai Mesën. Që është kështu si. Ata janë njëri më i madh se tjetri. Naimi ishte poet, Abdyli ishte politikan. Po. Këta të tre në fakt, ç'është kjo familje kështu, kaq e jashtëzakonshme, janë nga Përmeti, nga Frashi. Pastaj bëjnë gjithë atë karrierë, bëjnë karrierë praktikisht botërore, se bëjnë karrierë në perandorin osmane, dhe e mendjen e kanë te Shqipëria. Këta të tre, vëllezërit Frashi. Ku jeton tani Ani? Nuk jam më në Berlin. Po, e ke lënë Berlinin. Mbas Covidit na erdhi shpirti majtunës pak me atë ftohtësinë e Berlinit. Kisha 27 vjet që jetoj atje. Karsen është berlines, perëndimor. Edhe ai tha, hajtë bëjmë diçka të re, hajtë. Ky është momenti, unë isha s'ka. Domethënë është momenti i fundit në jetën tonë, në moshën tonë që mund të bëjmë diçka të re. Dhe ikëm nga Berlini. Ikëm pak kështu si nga sytë këmbët, si thua. Dhe pam, nuk donim të largoheshim nga BE-ja, kështu që pam disa vende të jugut. Ishim në Portugali, në Madeira, ishim në pam Itali, i hodhëm një sy. Spanjën. Ku e hodhën syrin në Itali? Sardenja, pëlqen shumë. Në Spanjë, menduam Mallorca ose ajo Costa del Sol, poshtë Marbella. Ndonjë mbile një gjysmë viti aty për ta provuar. Pastaj gjetëm Kipron dhe faktikisht vendimin e ka marrë Karsen, jo unë. Megjithëse për mua Kipro ishte më afër Shqipërisë nga çdo pikpamje. Mesdheu lindor ka një edhe ngjashmërinë mentalitet. Ka një ngjashmëri, mentaliteti, ushqimi. Megjithëse Kipro është shumë më i nxehtë se Shqipëria, po edhe deti është po ai det, si thua. Po. Dhe kështu që u vendosëm në Kipro para 4 vjetësh. Si mos ti je shkrimtare e mirë aty? Pikërisht. Dhe për mua ishte gjë mirë shumë sepse arrita ta mbaroj diellin në Mërgim. Që ishte një peshë, një barë jashtëzakonisht e rëndë dhe aty e gjeta fuqinë për ta përmbyllur. Sa mirë. E përktheva në Shqip, më mori një vit të tërë, më mori përkthimi nga gjermanishtja në Shqip. E kam shkruar në gjermanisht. Dhe pastaj e nxora ja dhash Arlindës, Dudaj. Po. E mori për ta botuar, u fut në rrugë dhe thash, po tani. Dhe me njërë ndjeva që unë s'kam çat bëj këtu është mërzik, këtu është mbyllje, këtu është. Dhe u organizova që të shkoj në Londër për të bërë një kurs.
Dhe atje jam tani. Po bën shkollë në Londër tani? Po bëj një kurs Master of Fine Art. Fine Arts. MFA, po. Ne sot po bisedojmë për herë të parë, por unë sa më shumë që të dëgjoj, aq më shumë i kthehem që konkluzioni im për ty nuk ka qenë i nxituar, që ti në çdo përgjigje të kujton që ti bën pjesë të njerëzit me shumë fat, po të duam ne, që ka bërë jetën që do, që bën atë që do. Të kesh mundësi të ndjekësh ëndrat dhe pasionet e tua, është një shans i madh. Ashtu është. Sigurisht që unë jam me fat. Me shumë fat. Sigurisht që jam me shumë fat. E kam ditur gjithmonë. Jam mirënjohëse. Megjithëse jeta të lodhë dhe Kujt je mirënjohëse? Fatit. Megjithëse sa është jeta të lodhë dhe tani jam pak e lodhur në kuptimin që pata fat, po pata dhe shumë lodhje dhe shumë beteja. Është sigurisht që Cila betejë të ka lodhur më shumë? Gjatë rrugës të tënde? brendshme, janë beteja të brendshme gjithmonë. Janë beteja të brendshme. Janë gjëra që përpiqem t'i kap dhe nuk jam akoma, se kam kapacitetin akoma dhe më duhen vite për të krijuar kapacitetin për t'i kapur disa gjëra të brendshme. Disa sfera mistike, disa mjeshtërira që nuk i kam ende dhe që Çfarë do të këto janë kuptosh? betejat e mia që unë dua të arrij disa mjeshtërira. Që? Çfarë do të kuptosh? Të kuptoj, të gjej kuptimin e jetës, të gjej kuptimin e gjërave, të gjej për shembull pse unë linda në Shqipëri. Pse njeriu lind në një vend dhe është i lidhur me një zinxhir kaq të gjatë paraardhësish. Të gjej atë kuptimin atë lidhjen midis jetës dhe vdekjes, atë që pse gjyshja ime e shikoj ka vdekur në 2003 dhe më del në ëndër dhe kujtoj se është kaq i gjallë dhe është kaq prezente sa që gjithmonë them nëna, po ti ke vdekur. Jo, nuk ka vdekur. Isha te Arti, isha te Soni, isha te Beçi, fëmijët e saj. Flet me gjyshen? Vjen gjithmonë, sidomos në periudha krize, më del në ëndër dhe më ndihmon. Më ndihmon. Kjo nuk është, ajo është aty. Okej. Aty është. Beson? Gjyshja ime dhe nuk ikon kurrë. Çfarë raporti ke me Zotin, Ani? Me besimin? Shumë të përunjët e kam raportin. Përunjën përpara Zotit. Punë e vështirë është për gjetur kuptimin e çdo gjëje në jetë, apo të pyetjeve që ne kemi. Unë zakonisht i pyes të gjithë, Ani, për lumturinë. Duket një kërkim i vazhdueshëm i njeriut për të. Ndonjëherë ndoshta egzagjerojmë. Ajo mund të jetë shumë më e vogël nga se çfarë mendojmë, varet në çfarë rrethana jemi. Po, një shkrimtare si e definon atë? Lumturinë. E kam vrarë mendjen për këtë. Dhe në fundit lumturia është që atë destinacionin që e ke parë kur ishe 5 vjeçe, ta arrish më në fund. Kjo është lumturia. Që ta arrish ta përmbushësh atë misionin që të ka vënë fati në këtë jetë, cili do që të jetë ai. I imi ishte që të gërmoj atë pjesën e shenjtë të Shqipërisë. Ky është misioni im. Ke ndonjë raport të veçantë me parat? Me paran? Parat Si institucion? Parat është që nuk janë kur të mijat, janë gjithmonë të partnerit. E ke patur këtë fat? Nuk e di është fat se nga njerë ndjehem e pasigurt, se është ndjehem pasiguria kur si ke vetë. Por pastaj kur kam pasur rastin t'i kem vetë, nuk i dua. Më ngatërrojnë, më pengojnë, nuk mërzitem, se do punë. Paran ta kesh, duhet kujdesesh për të, po nuk e mbajte, po se të roqe si magnet, nuk të rri. Do punë, do energji, do vëmendje. Dhe unë nuk e kam atë vëmendje, duhet për gjëra tjera, për gjëra të shenjta, ku di unë.
Nuk e kam aty. Sigurisht që për shumë njerëz, shqyr Zotit, paraja është një lloj shenjtërie dhe janë ata që menaxhojnë paran, pa ata ku do ishim ne. Nuk po e ul, kupton? Përkundrazi, po unë e kam misionin tjetër kund. Kështu që kam aq sa më duhet për vete. Dhe nuk thash që unë jam gjithmonë gjysma e një entiteti, jam një gjysmë entitet. Dhe ajo gjysma tjetër gjithmonë kujdeset për këtë anën material. Kjo ka ndodhur, nuk është se e ke kërkuar. Thjesht ka ndodhur kështu, ka qelluar që partnerët e tu t'jenë ata që ta marrin përsipër këtë. Është një nga ato gjërat që kujtoja se duhet ta kisha timen dhe pastaj e kuptova që jo, e imja është prap, po është në një rrugë jo konvencionale. Është një rrugë e çuditshme, po një rrugë që funksionon dhe është krejtësisht e imja. Çfarë bën ti për veten tënde, për qetësinë tënde, për paqen mendore dhe shpirtërore? Në kohën e lirë? Apo? Në kohën e lirë, në kohën e zënë, nuk e di se si ndahet koha, se si e ndan kohën. E kam të vështirë ta ndaj kohën. E kam të vështirë të shkëputem nga projekti, e kam nga mendimet, praktikisht jam e lidhur me atë që po bëj gjatë gjithë kohës. Nuk shkëputem dot. Po u shkëputa, më duket vetja pa kuptim. Më duket sikur po humbas kohën, po humbas. Dhe kështu që unë projektet ato që kam aktualisht i kam gjithmonë me vete, i kam gjithmonë kështu si rukzak që i thonë, nuk di si thonë shqipa, atë çantën e shpinës që e kam gjithmonë me vete. Dhe janë gjithmonë për rreth meje, nuk i lëshoj kurrë. Dhe unë thjesht çlodhem pak për t'ju kthyer asaj. Prap. Nuk e di as po e shpjegoj mirë që unë nuk kam shkëputje, unë s'kam kohë të lirë. Nuk vërtet nuk punon në kuptimin e punës klasike sepse ti shkruan libra, je shkrimtare, por nuk e kur kohë të lirë se je gjithmonë e impenjuar duke menduar dhe duke marrë me një. Nuk është se ti je me pushime, edhe pse je në Qipro, po je duke. Nuk mundem të jem me pushime. Nuk është e mundur. Kur shkoj me pushime, shkoj për të shkruar. Kështu që shkoj diku për të marrë energjinë e vendit që ta fus te shkrimi. Nëse nuk jam duke punuar në kompjuter, që janë 8-9 orë në ditë, lë kompjuterin se më lodhen syt thjesht, nuk ma jep më, nuk e shtrydh dot më trurin. Dhe pastaj jam në një kështu si gjendje pezull, si thua, sa të mbushem bateritë për t'u kthyer prapë. Ke ti një frikë për kohën që po jetojmë sot, për botën ku po jetojmë sot? Njerëzit janë kaq të paqartë, ndonjëherë edhe nervoz, ndonjëherë edhe shumë të lumtur edhe. Ashtu janë kudo. Ashtu janë kudo se i shikoj, ndjek komentet për shembull. Lexoj artikuj në gazeta e shikon komentet poshtë. Dhe kuptohet menjëherë se është një krizë identiteti kjo që po jeton faktikisht gjithë planeti për mendimin tim që çfarë ka pas kësaj, çfarë vjen pas kësaj, që duket sikur sidomos botën perëndimore që i pam të gjitha, i kemi të gjithat, po pastaj, dhe e kam pak atë frikën që bota në kërkim të kësaj që ku është tani e vërteta që e humbëm nga syt, do shkoj prap drejt një përplasje të madhe. E kam pak të frikë që na sjellin vete, si të thuash, si lufta e dytë botërore, që na sjelli prap aty te mbijetesa, aty te gjërat themelore të ekzistencës, sepse këtë kemi që jemi shkëputur nga parimet themelore të ekzistencës. Dhe jemi ngatruar aty që cili është prioriteti vlerave, ç'është më e rëndësishme, çfarë është e rëndësishme dhe çfarë është e pa rëndësishme. Dhe ngatrohemi me gjëra kot, debatet që bëjmë për shembull, nuk janë thelbësore. E fusim energjinë në për gjëra që nuk ja vlejmë, që janë kot, që janë fluska, që plasin dhe nuk prek as jetën tënde as jetën time, është kot, është një ide, sherrosemi për idera boshe, që në fundit as nuk do shpëtojnë, as nuk do shkatrojnë as kënd.
E kam pak atë frikë, të them të drejtën. Nuk kam frikë për veten time, është interesante që s'kam frikë për jetën time. Nuk e di pse, më duket sikur unë e kam kaluar atë, çfarë do ndodhi tani? Në gjë shumë e rëndë. Por për rinin, për njerëzit që po fillojnë që sapo kanë filluar rrugën drejt misionit të tyre, secilit vetin. Të them të drejtën jam pak e trembur. Jam pak e trembur. Sepse ka dhe një mundje lehtësi që, pse, po s'ka problem, po mirë, hajtë përplasemi, hajtë bëjmë luftë. Por letërsia, pastaj... Po letërsia është e përjetshme. E shpëton shpirtin njerëzor. Letërsia është e përjetshme dhe aty e kam gjetur unë gjithmonë atë... Ja ankoruar aty, e ke gjetur qetësinë tënde. Gjithmonë aty, po. Ja këtu e gjen paqen tënde mendore, ja kjo ishte ajo që bën. Kur prishet bota, unë shkoj hap librat e mi, vazhdoj të shkruaj. Atë skenën që e kam lënë për gjysmë dhe ai tha asaj kështu, po ajo, po sikur ti thoshte jo këtë po atë dhe këto 3 fjalë do t'i heq. Shumë bukur Ani Vilms. Faleminderit shumë. Mbiemrin e mbajte gjithmonë të zotit Vilms. E mbajta sepse fillova të shkruaj dhe u bë emri im, u bë pseudonimi im letrar, kështu që nuk se ndroj dot më dhe zotit Vilms jam shumë mirënjohëse, prandaj s'ka asnjë problem. Po si? Jeni miq? Në Berlin, po shumë miq. Super. Më dukesh pak si personazh libri përveç se autore librash. Biem dakord? Biem dakord. Okej. Ky episod u mundësua nga Vodafone, Smile Pikal, Melia, Lajthiza, Metropolitan, Tumo.